kam nderin dhe kënaqësinë që sot para jush të prezantoj marrëveshjen financiare të dakorduar dhe nënshkruar me Bankën Botërore, konkretisht Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim, për projektin e zhvillimit të sektorit financiar në Republikën e Kosovës. Kjo marrëveshje është negociuar dhe finalizuar në kuadër të përpjekjeve të qeverisë Kosovës për të forcuar stabilitetin financiar në Kosovë. Marrëveshja parashën mbështetje financiare për një sër institucionesh dhe reformash të ndryshme sa i përket sektorit financiar. Konkretisht do të ndalesha në 4 komponente të kyçe. Pra marrëveshja parashën themelimin dhe financimin e kapitalit fillestar të Bankës Zhvillimore, pra një projekt tepër i rëndësishëm dhe prioritet për qeverinë tonë. Gjithashtu marrëveshja parashën edhe shtimin e kapitalit në fondin për garanci kreditore, ka për dritare të reja shtesë, që të përmirësohet qasja në financim për ndërmarrjet e vogla mikro dhe të vogla të mesme. Gjithashtu marrëveshja parashën edhe mbështetjen e fondit për sigurimin e depozitave në ndryshimin e kornizës ligjore, po ashtu edhe në shtimin e kapitalit shtesë në mënyrë që depozitat e siguruara në Republikën e Kosovës, pra në bankat komerciale, niveli të ngritet nga 5.000 euro sa është aktualisht, pra që është niveli i depozitave të siguruara në 10.000 euro. Pra, për momentin 5.000 euro deri në 5.000 euro secila llogari janë depozitat e siguruara dhe të garantuara që kthehen në rast të ndonjë eskalimi, ndërka synimi është që kjo shumë pra të qohet në 10.000 euro. Dhe gjithashtu komponenta e 4 të kyçe sa i përket këtij projekti ka të bëjë edhe me integrimin e Kosovës në SEPA apo Single Euro Payment Area, që nënkupton transfere apo kosto të transfereve tepër më të ulta se sa ato që janë aktualisht, sipas një studimi të bërë nga German Economic Team, del se diku 58 milion euro në vit është kostoja shtesë që qytetarët e Republikës Kosovës, bizneset e Republikës Kosovës paguajnë si tarifa në sektorin bankar, pra për këto transfere ndërkombëtare për bërë biznes, apo edhe në kuadër të dërgesave që janë përmes remitencave. Ndërkaq me integrimin e Kosovës në SEPA, kjo do të eliminohet. Ashtu që tha ministri, një prej komponenteve të kësaj marrëveshje të kësaj kredie është para po asistencë teknike për Bankën Zhvillimore. Rrjedhimisht, ne mendojmë që nuk ka nevojë Kosova ta merr një borxh të tillë, një kredi për një asistencë teknike, në cilën ne jemi të bindur që kjo mund të mbulohet nga vetë jo, domethënë nga ministria, për shkak se buxheti i Republikës Kosovës e mundson një gjë të tillë, të pas parasysh që kemi shumë marrëveshje dhe shumë kredi. Jo vetëm në seancën e ardhshme, por kemi pasur edhe në të kaluamën, po mendojmë që është e panevojshme një marrëveshje e tillë dhe një kredi e tillë për asistencë teknike për Bankën Zhvillimore, dhe te kjo marrëveshje PDK-ja është kundër, megjithëse qëndrimet tona më të gjëra do t'i themi në seancën e radhës, kurse për marrëveshje të tjera besoj do të kemi rast të flasim në pika të tjera. Faleminderit. Kam qenë një prej anëtarëve të themelues të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore, sa kam qenë kuadër të Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë. Pra pyetja ime parë është çka dallon edhe në mision, po edhe në detyra kjo Banka Zhvillimore që planifikoni themeloni krahas Fondit Kosovar për Garanci Kreditore. Pra, cilat punë s'po mundet me i kry fondi që pretendoni me i kry me Bankën Zhvillimore. Pyetja tjetër, i kam 3-4 pyetje ministër, pastaj besoj përgjigjeni të gjithave në pako. Pyetja tjetër thatë që do të merrni një pjesë e kredisë është për kapitalin themeltar të Bankës Zhvillimore, më falni edhe një herë. Desha di nëse mund të na tregoni sa më saktësisht, pra sa milion euro pretendohet të merren nga kredia për të shkuar drejt kapitalit themeltar, dhe si ndërpyetje pse me borxh kapitalit themeltar. Besoj nuk e di sa e ka kostën, ndoshta edhe na njoftoni sa e ka kostën kjo kredi, por ndoshta besoj që do të ishte me kosto më të ulët, por mos të me kosto zero, nëse do të ishte me buxhet vetanat të qeverisë Kosovës, të ishte tërë kapitali themeltar. Sa i përket sektorit privat financiar, pra në anglisht quhet crowding out, a do të ketë dhe mekanizma mbrojtës që kjo Bankë Zhvillimore mos të jetë dëmtuese, por komplementuese, përkrahase për sektorin privat financiar, nëse keni parapartëra të tilla, ta na njoftoni neve dhe publikun. Faleminderit për pyetjet, i nderuar deputet. Sa i përket pyetjes parë, pra çka dallon Banka Zhvillimore me Fondin për Garanci Kreditore, dallon
thelbësisht misioni megjithse synimi të dyjave është pra i ngjajshëm, mund të them ka të bëjë me rritjen e qasjes në financim për sektorin privat, për bizneset e vogla të mesme, por këtë rast edhe të mëdha. Aktualisht fondi për garanci kreditore mundëson rritjen e qasjes në financim përmes marrjes përsipër të një rreziku. Pra, ndarjes së rrezikut apo zvogëlimit të rrezikshmërisë për bizneset të caktuara, startupe, biznese që janë rëndësi të grave apo ndërmarrje të vogla të mesme që përndryshe nuk do të kishin qasje në financa, duke ofruar garanci për bankat komerciale që lëshojnë një kredi të tillë ndaj një biznesi të caktuar. Ndërkaq me bankën zhvillimore, dallimi do të jetë që banka zhvillimore do të mundsoj edhe ofrimin e likuiditetit shtesë. Pra, ajo që kemi parë kohën të fundit ka qenë që norma apo proporcioni i kredive ndaj depozitave ka filluar të ngushtohet. Do thonë, përqindja e kredive në raport me depozitat ka filluar të rritet, pra është tek 90% dhe kjo ka ndikuar që të ketë ndoshta një shtrëngesë sa i përket kredive të reja, pavarësisht a garantohet apo jo, sepse ka edhe ndoshta mungesë të likuiditetit shtesë, siç kemi pasur disa kohë më herët, ku normat e interesit në depozita kanë qenë tepër të ulta. Pra, banka zhvillimore parasheh që përmes ofrimit të instrumenteve të reja shtesë, e këtu ndërlidhem edhe me pyetjen që ishte a do të ketë crowding out apo a do të ketë konkurrueshmëri apo konkurrencë me sektorin privat, në fakt që do të jetë komplementarizim. Pra në situatat ku ka mungesë likuiditeti apo në situatat ku bankat kanë arritur ekspozimin maksimal, këtu hyn pastaj edhe banka zhvillimore për projekte që mund të konsiderohen me rrezikshmëri më të lartë për një bankë të vetme apo ekspozim tepër i lartë për një bankë të vetme. Përveç tjerash, ideja është që të ofrohen edhe instrumente tjera të garantimit të pagesave apo instrumenteve të quajtura garantime të pagesave për import apo për eksport, të cilat bankat aktuale komerciale mund të kenë kufizime sa i përket edhe ekspozimit apo nivelit të ekspozimit. Ndërkaq fondi për garanci kreditore nuk e ofron një gjatë të tillë, pra ofron vetëm garancinë e kredive, por jo garanci për pagesë. Po, do të thonë kjo është tjetra dhe synimi është që tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të arrihet edhe përmes partneritetit me sektorin aktual bankar, pra përmes financimit dhe kanalizimit, por njëkohësisht edhe duke e kushtëzuar pra financimin me kritere specifike apo me sektor specifik. Pra synohet që të mbështetet të bujqësia dhe ofrohen kredi për atë sektor me kushte specifike prej bankës zhvillimore, të cilat mund të kanalizohen edhe nëpërmjet sektorit të bankave komerciale. Pra kjo është ideja se çka ofron shtesë ose çka synon të ofrojë shtesë banka zhvillimore. Sa i përket kapitalit apo nevojës për kapital, parashihet që 10 deri në 15 milionë euro nga kjo shumë të shkojë si kapital themeltar për bankën zhvillimore. Ndërkaq pyetja se sa na kushton kjo, siç e thash në fillim, pra një pjesë apo një komponent e kësaj kredie, kësaj marrëveshje 35 milionë euro është me 1.25% normë interesi, ndërkaq 14 milionë euro tjera janë me 0% normë interesi. Do të thonë nuk është se ka ndonjë kosto, e për më tepër po të financojnë nga buxheti, ajo do të nënkuptonte pastaj atë crowding out të investimeve tjera, pra do të kishte kosto oportune për financime të projekte tjera të cilat ndoshta nuk do të mund të siguronin financim me këtë normë interesi, pra me 1.25%. Dhe do duhet të vijë diçka tjetër pa financuar, ndërkaq në këtë rast e kemi të siguruar këtë financim, që po supozoj është të jetë i favorshëm dhe me periudhë kthimi 5+25 në rastin kur paguhet 1.25%. Disa ishte 35 në 14. Po. Kush është për? A kemi vota kundër? A kemi abstenime? Atëherë me 6 vota për, 2 kundër dhe 1 abstenim, konstatoj që kalon kjo marrëveshje. Ju faleminderit shumë.